Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Ne kemi kënaqësinë absolutisht kemi avokat Adriatik Lapaj. Avokat aktivist gjithashtu. Drejtues si Nisma Shqipëria bëhet. Mirëmëngjes, mirë se erdhe kënaqësia. Lëvizja. Nisma ishte emri i koalicionit. Ishte emri i koalicionit. Okej. Mateo. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Me energji dhe në formë të shoh. Edhe pas gjithë kalvareve të gjata që ke kaluar gjithë këto kohë, prap dukesh optimist apo si ku e gjen këtë? Jo sa ju që çojeni çdo ditë në pikë të mëngjesit. Se unë e mbyll ditën shumë vonë dhe e nis pak më vonë. Ja na thuaj pak si e mbyll, si funksionon, si është dita jote. Jam kurioz. Po dita ime mbyllet në 2-3 mëngjesit. A je tip që rri deri vonë, ë? Po rri se duhet kthej përgjigjet e ditës në rrjete, në gjëra, A është i pari të gjithë politikanëve ky Adriatik që duhet se kam dëgjuar për shembull që edhe Rama për shembull është tip që rri deri vonë shumë. A jeni të gjithë politikanët në eksperiencën tuaj tipa që duhet të qëndroni deri vonë, është shumë e gjatë dita për ju? Nuk e di se unë nuk është se politikën e kam profesion, domethënë. Po besoj që ndodh për shkak se gjatë ditës je shumë i zënë me aktivitet, takime, organizim. Ndërkohë do duhet që të kthesh feedback te njerëzit. Dhe zakonisht unë përdor pjesën e mbylljes së ditës për të kthyer në rrjetet sociale kryesisht aq sa mundem. Kështu që të vjen si detyrim, nuk është se është zgjedhje. E kuptoj. Ka qenë më mirë më parë ku nuk ishin rrjetet sociale ose nuk ishte mundësia që ti të komunikoje direkt me një politikan ose një lider, kishin ca filtra, se nuk, domethënë duhet të lije një takim, kurse sot mund të të shkruaj kushdo, e ke parasysh? Shiko, edhe tani e vërteta është që çdo gjë në jetë ka të mirat dhe të këqijat e veta. Domethënë, elementi që ne na mban në jetë oksigjeni është ai që na plak, na oksidon, na vdes praktikisht, pra nuk ka asnjë gjë që vjen vetëm për të mirë. Çdo gjë është paketë. Edhe puna e komunikimit edhe rrjeteve sociale. Ka të mirat e veta sepse ti jep mundësinë që ti të komunikosh me njerëzit, dikur duhet lije një drek, më tregojnë mua këta parët me redaktorin apo kryeredaktorin që të bënte një shkrim, të pranonte një shkrim në gazetë për shkakun. Kurse sot ti shkrimin në gazetë mund ta bësh me një status, me një shkrim, me një pra të krijon një komoditet. Për ne që jemi të rinj dhe jashtë sistemit në vetvete, pra që e sfidojmë sistemin, është një mjet goxha i mirë sepse ti shkon te njerëzit, qoftë për njoftim aktivitetesh, qoftë për ide. Po nga ana tjetër ka të këqijat e veta sepse është një mjet që sot për shkak të fake newsit, dezinformimit mund ta përhap shpejt atë dhe krijon dëme kolaterale. Pra, dikur ka qenë më e vështirë të ngjiteshe, po nga ana tjetër ishte edhe shumë e vështirë të dëmtonin për shkak të fake newsit. Sot kjo ndodh më kollaj. Kjo është paketë. Flasim pak për protestën. Ç'është e vërteta, një nismë shumë interesante që ju vendosët të qëndronit para kryeministrisë. Besoj të gjithë ju kanë parë që ju qëndruat atje dhe erdhi një moment ku 108 ditë apo jo. Po, 108 ditë. Plot. Erdhi një moment që ju ndaluat së qëndruari atje. Kush ishte, si thua, pika që e mbushi gotën? Po, shiko, protesta është një mjet për të kthyer vëmendjen e qytetarëve rreth një kauze, rreth një çështje. Pra fillon e kthyen një çështje apo një ide në objekt bisede. Në tavolinë, në familje, në shesh, në media. Praktikisht unë mendoj që protesta që nisa dhe bëm pastaj me gjithë të tjerët, për së vërtetës e ktheu debatin publik aty ku duhej në gjykimin ton. Edhe mund mos ishte në shesh dikush, po në kafe e diskutonte. Dhe unë e vëre edhe tani këtë. Për shembull, për 108 ditë diskutimi mbi Belinda Baukun ishte i përditshëm, ishte i aktiv, ishte një plagë e hapur. Ndërkohë tashmë nuk është. E keni dëgjuar më të jetë në baojin të diskutimeve? Nuk po them që ndodhte vetëm nga ne, por kur ti e mban debatin në një pikë, ajo ngelet e hapur, nuk mbyllet si çështje. Pra, ne donim të luftonim atë shprehjen ton jo të bukur, se kemi ca shprehje fantastike, por kemi ca edhe jo të bukura, jo të mira, që thuhet që çudia më e madhe në këtë vend zgjat 3 ditë. Ne zgjatëm 108 ditë, duke e mbajtur debatin të hapur për 108 ditë, duke e çuar debatin publik aty ku ne gjykojmë që duhet të jetë kundër korrupsionit, kundër padrejtësisë
dhe në favor të zhvillimit. Se ç'është e vërteta kauza ka pasur gjithë të periudhë. Domethënë një ndër kauzat dhe mbaj mend që ju keni qenë një nga të parët kur bën protestat për rritjen e çmimit të naftës më përpara. Pari tek popra. Po. Po tani erdhën përsëri këto kauza, mos ndoshta fakti që kalove nga aktivist politik në u konkretizove politikisht të prishi punë. Jo, shiko, pra u bëre në një farë mënyre ju drejtoni një parti që është futur në parlament. Absolutisht. Patjetër që nuk thua nuk jemi më pjesë e sistemit. Shiko, sistemi politik. Ta marrim me radhë. Unë vendosa të largohesha nga aktivizmi si aktivist civil qytetar në momentin e protestave të çmimeve, ka qenë në vitin 2022, aty praktikisht e konsiderova si kulmin. Si më thënë ai futbollisti që luan Del Piero që luan mirë dhe në një moment të kulmit të karrierës në një sektor, i var ato këpucët në gozhë, si më thënë, pastaj mund të bëhet trajner, mund të bëhet komentator sportiv e me radhë. Dhe unë gjykova që sa i takonte aktivizmit politik publik, po si qytetar, mendova që ai që kontributi. Tani duhet të ecja një shkallë më tej ose duhet të bëja diçka tjetër për të mos kaluar dhe në konsum. E vërteta është që shoqëria jonë është ridimensionuar në vitet e fundit, një pjesë e madhe e popullsisë nuk është më, ka ikur. Po. Një pjesë tjetër e madhe e popullsisë është gati në plane për të ikur dhe ka një problem. Kur të rinjtë e një vendi e shohin vendin thjesht si një stacion të përkohshëm me valixhet gati për të shkuar në një plan për te vendit, pra për të ikur, edhe marrin telefon hawa xhaxhawar, shok miq edhe të afërm për të gjetur një kontratë pune jashtë apo për të bërë një martesë që të ikin nga ky vend. Bie interesi i tyre për atë që do të ndodh apo po ndodh në vend. Pra, nuk i intereson më sepse ai ka filluar ta ndajë mendjen që do iki. Më kupton, dhe shoqëria jon fatkeqësisht është në një fazë ikje të madhe dhe nuk është i njëjti realitet social. Sa i takon politikës, ne në ato 108 ditë kemi thirrë 60 forume qytetare në Mazdite dhe 5 protesta që erdhën në numra të konsiderueshëm për gjendjen ku është vendi, se ju e keni parë që janë thirrë protesta për gjëra jetësore të ditës edhe janë mbledh 5 veta, Dhe kjo është gjendja e shoqërisë. Fakti që shoqëria është në një farë vdekje klinike, ende nuk ka vdek plotësisht, po është në intubacion. Është në gjendje kome, si më thënë. Nuk duhet na bëjnë ne që të bjem në dëshpërimin total dhe t'ja fikim aparaturat, por na duhet të bëjmë çdo përpjekje për ta ringjallur, për ta rikthyer në jetë. Dhe ajo që po bëjmë është eksaktësisht kjo. Po nuk është e lehtë që të jemi të qartë. Domethënë dhe unë e ndjej që është shumë e vështirë, domethënë ajo është e vështirë se pa diskutuar. Eksakt, pra, po dy rrugë ka, ose do të dorëzohesh dhe do bësh një planikje, e do i fikësh aparaturat, ose do luftosh dhe do synosh që ta rikthesh në jetë. Ne po bëjmë këtë të dytën dhe urojmë që një ditë t'ja dalim. Kjo është, nuk kemi shkopin magjik, domethënë. Çfarë duhet të ndodhi që t'ja dilni? Unë besoj shumë te ndërgjegjësimi shoqëror dhe edhe ky emision këtu dhe diskutimi me ju është në këtë kuadër. Domethënë, po marr një shembull të rrugtimit tim jetësor, të thjesht për ta kuptuar se ne vim nga një krahin. Po. Ne vim nga provinca. Po. Shiko, kur unë kam ardhur në Tiranë, njëja vetëm një njeri. Ishte një shok im i fëmirisë që kishte ardhur më shpejt në Tiranë me familjen e vet. Rrugës në fakultet, pastaj njoha 2, 3, 5 me aktivizmin 50, 5.000, pastaj u bën 20.000, 30.000 e me radhë. Sot njoh shumë në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë. Nga Adriatiku që erdhi i vetëm në Tiranë, Adriatikun që në sfidën e parë politike motivoi 80.000 njerëz, 64.000 vota dolën të vlefshme, se rreth 16.000 dolën të pavlefshme. Nuk është pak, është një rrugtim që tregon që edhe në këtë ambientin acid të vështirë që ka Shqipëria, duke folur, duke vepruar, fiton terren në kuptimin e të mirës çdo ditë, edhe pse nuk është wow i menjëhershëm, por nuk ka rrugë tjetër. Nëse dikush di një rrugë tjetër, të ma thotë dhe ta bëjmë mos lodhemi. Po vetmja rrugë është lodhja e vazhdueshme, konsistenca si ajo dauga me shkëmbë që duket e pamundur se do t'ja dalë, por në fund fare e ka gryer, e ka bluar për shkak të qëndrueshmërisë. Ne kishim fakt edhe Arlindin, kishim edhe Eraldin nga Partia Mundësia. Kemi nga një tjetër parti që është një alternativë kundrejt qeverisë, nga partitë e reja po flasim. Jeni akuzuar të tre që jeni të rinj po me politika të vjetra. Ka qenë një slogan, një moto në sidomos periudhën e fushatës. A jeni vërtet kaq të vjetër në politika? Po, shiko,
personalisht edhe ekipi që përfaqësojmë mundohemi të bëjmë më të mirën. Na bëjmë ndonjë gabim ne, po bëjmë si njerëz. Ne përpiqemi të mos bëjmë faje. Pra të mos bëjmë gabime me qëllim. Po gabime edhe bëjmë. Jemi munduar që të mos i hyjmë kujt në hak dhe të jemi në raport me ata që konsiderohen të rinj, të mos i sulmojmë. Besoj në të gjithë diskursin ton publik, nuk e gjeni dot një rast ku unë, Adriatik Lapaj, apo njerëz rreth meje, të kemi sulmuar dhe të jemi marrë personalisht me palë të tjera, ndërkohë që ka ndodhur me ne sistematikisht nga të gjithë, domethënë. Sigurisht që dhe ne jemi njerëz me mish dhe me kocka edhe me gjak, edhe kemi dhe ne ato momentet tona që ndikohemi, por nuk e kemi pas kur si doktrinë politike, si mundësi që të sulmojmë dikë tjetër. Përkundra, si unë keni në disa raste në emisionet më ndjekura në vend, ku e kam thënë edhe në fushat që nuk është e këshillueshme nga ata që merren me strategji politike të PR-it, e kam thënë që nëse dikush nuk më pëlqen mua apo nuk pëlqen lëvizjen Shqipëria bëhet, pra ne, atëherë të mos votoj këta që e kanë sjellë Shqipërinë në këtë gjendje, por le të votoj një nga këta të rinjtë e tjerë. Dhe e kemi bërë këtë në mënyrë konstante, sepse besojmë fort që në çdo rast ndryshimi sjell disa efekte pozitive në shoqëri, qoftë dhe psikologjikisht. Pra krijon pritshmëri, krijon shpresë, krijon projekte në mendjen e njerëzve, pra të krijon ty atë motivin për të çuar në mëngjes dhe për të nisë nga e para, dhe psikologjikisht. Kjo ka qenë arsyeja dhe ndihemi mirë në këtë pikë. Nuk kemi sulmuar. A mendon se besueshmëria ndaj partive të reja është rritur nga ana e qytetarëve pas zgjedhjeve, sidomos pas rastit të përplasjeve, konflikteve që pati me rastin e avokati i popullit, disa përplasje midis jush, apo është rritur? Shiko, në këtë lloj sektori do kalosh për të arritur në destinacion një det me dauk. Nga Shqipëria në Itali, po e marr si shembull. Në mes është një det me dauk. Po, e qartë. Nëse ti nuk je në dauk, pra nëse nuk ndjen turbulenca edhe tundje, do të thotë që nuk je duke bërë gjë. Do të thotë që je diku aty në breg, nuk ke hyrë në zonën që po kalon. Në këtë kuptim është destini atyre që merren me politikë që në çdo rast të kalojnë në këto dauk. Diferencën e bën përgatitja dhe qëndrueshmëria, që do të thotë te ato daugët ti fokusohesh dhe mbytesh, apo qëndron fort, mban timonin drejt, ecën përpara dhe nuk ndalesh në rrugën tënde. Dhe ne, pra, si të thuash, ky është mallkimi i politikës në thonjza. Do e kalosh herët ose vonë, po bëre gjëra që të cënojnë, pra, po dole në radarin e atyre që e kanë marrë peng vendin, do fillosh dhe do goditesh me raketa. Është pak po e sigurt. Po mirë, a mendon se shqiptarët janë më shumë të predispozuar si popull t'i besojnë një tragedi të kalbur sesa një skafi të vogël? Shiko, ndryshimi i shoqërive është një proces i cili është i vështirë. Ne bëjmë një gabim gjithmonë. Edhe unë mundohem t'ua them njerëzve her pas here në takimet që bëj. E ngatrojmë jetën biologjike të njeriut me jetën e një kombi, me jetën e një shteti. 30 vite për jetën biologjike të njeriut janë një brez, janë shumë. Po 30 vite për jetën e një shteti janë pak praktikisht. Në këtë kuptim ka një inkoherencë mes së dyjave. E merr gjerë kthesën shoqëria. E merr si tren. E rëndësishme është që ti të punosh që ta përshpejtosh procesin. Menjëherë nuk e bën dot, po mund ta përshpejtosh. Dhe ajo që ne po përpiqemi dhe po bëjmë është, a do eci me 5 km/h procesi apo do ta shtyjmë me 15, me 20, me 30. Ideja është që edhe ti ke një orë biologjike, ha? Po. Është e vërtet, po kjo është sakrifica që duhet bësh për atë lloj pasioni që e beson. Është pasion ky. Absolutisht. Domethënë që ta bësh këtë, shiko, kjo në kushtet që është Shqipëria, kjo është sakrificore për të gjithë, edhe për ata që janë përballë meje, në kuptimin e të rinjve të tjerë. Domethënë është sakrificë se duhet lësh. Po se ideja që ti Adriatiku e pregu vetë ka drejtë ajo që ka një lloj pesimizmi dhe një pjesë e mirë e shqiptarëve janë duke menduar se çfarë do bëjnë për t'u larguar, sidomos pjesa aktive e rinia që mund të jetë pak më fluide në zgjedhjet e saj, më fleksibël. Ndërkohë që brezi i vjetër që qëndron këtu duket sikur janë statik të ca mendime që vlen apo s'vlen, thjesht plotësojnë atë egon ose pasionin ose dëshirën ose zakonin e tyre. Dhe duhet të jetë jashtëzakonisht e vështirë të tjetërsosh mendimin e një brezi që thotë kështu jam unë, e punë e madhe. Shiko, ata e thon këtë sepse unë i dua shumë emigrantët shqip.
shqiptar, se më ka lidhur dhe kjo rrugë, edhe i takoj shpesh jashtë dhe më respektojnë pafund, por pa dashje i kanë bërë një dëm dhe ja bëjnë në përditshmëri vendit, sepse imagjinoni 2-3 muaj sigur ata tua prisnin dërgesat prindërve apo familjarëve, para që u dërgojnë. Remitancat. Por revolucion do kishe këtu, dhe do kishe revolucion nga pensionistët, sepse nuk e përballojnë dot jetën me pensionet që marrin. Por në fund të muajit mendojnë që më dërgon djali, më dërgon vajza, nuk e din që ai djali dhe vajza atje tutje sakrifikojnë shumë. Realisht sakrifikojnë shumë. Po, është absolutisht. Bota është e egër kudo, nuk është fush me lule në asnjë vend. Kështu që këto dërgesat që vinë muaj për muaj, që merr xhaxhain, merr haun, merr tezën se doli telefoni i fundit apo pensionisti se s'dolen lekët se bleve ilaçe, ku di unë. Kjo çështje ka bërë shoqërinë që të mpijet, domethënë ka një valvul shkarkimi, si më thën. Dhe kjo është një gjë që duhet ta zgjidhim me qëndres, nuk ka me bindje, me ndërgjegjësim, nuk ka një formulë magjike tjetër, domethënë formula më e mirë është puna e përditshme si milingona a do mund të ishte antarësimi mbase? A do mund të ishte antarësimi ose negociata konkrete, rregulla, ligje të reja që mund ta bëjnë këtë shoqëri të shkundet dhe të japin mbase edhe një ndryshim ligjor për nga mënyra se si votohet, për nga mënyra se si përzgjidhet, transparenca etj. Mendon se një proces i tillë do mund ligjërisht na shkunte? Absolutisht, po. Ne si shoqëri jemi shoqëri që përshtatemi. E duam rregullin. Le çfarë u jap shembull unë, se është një teori që jo po këtu shqiptarët jo. Shkoni dhe shikoni, unë e kam vërtetuar aty në qafë bot në Sarand, në Konispor. Po të shkosh në kufi, sa kalohet? Sa kalon nga ana e Shqipërisë është një prrru aty, është ura. Sa kalon nga ana e Greqisë është e njëjta gjë nga ana tjetër. Po të shohësh nga ana e Grekut, nuk ka asnjë pisuar këtë proj, te lugina e vogël aty. Nuk ka. Sa kalon nga ana jon, jo, e ke plot bidona, e ke plot psikologjikisht. Të njëjtët shqiptar kur kalojnë andej, rrinë në rregull, kur kalojnë këtej, e hedhin. Pse? Sepse çështja lidhet me ligjin. Hajde mos e ligjin në Shqipëria. Unë besoj fort te ligji. Dhe Shqipëria është në këtë gjendje sepse ligji nuk është zbatuar. Po jap një dy shembuj për shembull. Shiko, çfarë mendon një shoqëri kur thotë miraton shteti një ligj për legalizimet në vitin 2006 dhe thotë që deri në vitin 2012 duhet të ketë përfunduar ky proces. Çfarë janë ndërtuar pa leje do legalizohen kur plotësojnë kriteret, më vonë s'ka. Vjen viti 2011 për shkak se ka zgjedhje dhe u thuhet njerëzve ndërtoni se po e shtym. E shtym me 3 vjet, me 4 vjet. Pastaj vin prap 4 vjet, e shtym prap. Pastaj 4 vjet, e shtym prap. Tani, a mundet të funksionojë një shoqëri normalisht kur ti e mëson kaq keq, kur ti i thua që shiko, shkele ligjin se për çështje politike për atë votën do ta ndryshojmë. Ose mos i paguaj gjobat se do i falim pas kur të vinë zgjedhjet. Pra ti fillon dhe e dembelizon shoqërinë, e mëson me të keqen. Atë që është i ndërgjegjshëm, që nuk ndërton pa leje, ti e varfëron dhe e la aty në cep dhe detyrohet të emigrojë ai pastaj, ose atë që paguan taksat, ti e ndëshkon sepse ky që si ka paguar, ti pastaj legalizon lekët e pa deklaruara dhe i bën konkurrencë të padrejtë këtij që i ka paguar taksat. Pra në vetvete, shoqërinë shqiptare e ka prishur politika për shkak të interesave politike, ëh? Pra unë mendoj votën kur bëj ligjin, nuk duhet jetë ashtu. Pra kur shteti, kur parlamenti bën një ligj, nuk duhet të mendoj si do më votoj elektorati se bëra këtë ligj. Po duhet të mendoj si ndërtohet shoqëria më e mirë. Kjo është çështja. Më fal, këta që janë pushteta, nuk e din se si bëhet. Po edhe për çfarë arsye do ta ndronin? Për aq kohë sa është suksesshëm. Jo, a nuk e din se si mund të funksiononte shteti në mënyrë korrekte, se si mund të përmirësoj? Besoj se e din. E din ata, e din, po çfarë ju diferencon juve të rinjve? Kjo është ide. Domethënë, nëse ju të dy e dini se si bëhet, çfarë keni ju? Se shumica do mendonte që ju e vetmja diferencë që keni me ata është që s'jeni në pushtet. Pra s'keni mundësinë të bëni të njëjtën gjë që bëni ata. Si jeni ju moralisht superior ndaj atyre? Shiko, e vërteta është që asnjë nga ne nuk mund ta thotë, dhe nëse e thot do të gënjente se s'ka si ta di. Pra ngelet për të provuar. Asnjë nga ne nuk ka si ta di se si ne do silleshim nëse unë do të isha në këtë moshë në vitin 92 dhe do vija nga komunizmi dhe do përbahesha me një shoqëri me X fenomene. Shumë mundësi ngjashëm mund të ishte. Nuk e di. Po. Dhe unë për këtë nuk i gjykoj dot. Pra unë nuk bëj dot me faj pse këta në 92-shin bën 1-2-3 gabime, se po të kisha qenë ndoshta mund i kisha bërë dhe unë, munges informacioni, aq dinin, më kuptoj me radhë. Problemi që unë kam me këta është tani.
Pra me vendimet që marrin tani, që kanë parë botë me sy, që dinë, i kanë kuptuar pasojat e gabuara të vendimeve të së shkuarës, dhe kur ti në 2025 bën gabime të njëjta apo të ngjashme me ato të 91-shit, 92-shit, ky është faj pasaj. Po t'jap një shembull. Në vitin 92 u miratua ligji për tokat bujqësore 7501, që mënyrën si është bërë ka shkaktuar mbi 10.500 vrarë në Shqipëri. Ka shkaktuar një problem prone që ende nuk është zgjidhur në Shqipëri. I ka fut të gjithë në sherrë me të gjithë. Tani në vitin 2025 çfarë ndodh? Në vend të marrësh një mësim të madh nga ajo që ka ndodhur dhe të bësh të mundur sa të mundesh ta rikuperosh, ti shkon dhe bën një ligj të dytë, paketën e maleve, që është 7501-shi edhe më i keq se ai i pari. Pra ti shkon dhe e përsërit gabimin 30 sa i bie 33 vite më vonë. Pse është kaq e keqe paketë e maleve? Është shumë e keqe paketë e maleve sepse unë se kam kuptuar, po pyes nga ignoranca. Ja, po ta shpjegoj me pak fjalë që ta kuptojnë edhe ata që na ndjekin. Nëse ligji 7501 ja merrte pronën pak pronarve, pa drejtësisht, dhe e ndante në pjesë të barabarta për gjithë popullatën, për frym, po. Për frym, dhe kjo, si më thën, kënaqte shumicën e popullsisë, edhe pse ju e pat si shkoi. Sa pronart më vënë humbën e dini si ka shkuar ajo punë. Paketa e maleve çfarë bën? Ja merr tokën shumicës dhe ja jep pakicës. Çdo më thën, fshatrat, tokat bujqësore kanë pas të ndara, te jetu. Ndërkohë, tokat e përbashkëta merati themin në ju, kuotat, malet, i kanë pas të përbashkëta, ka pas një arsye pse. Sepse është dashur që në komunitet, si familjet e pasura të fshatit, si familjet e varfra, të kenë akses për bagtin në mal, të kenë akses të burimet ujore, të kenë akses të lënda drusore, të kenë akses të frutat e pyujt, të kenë akses të bimët medicinale, pra do të thotë të kenë akses për të jetuar, sepse mali nuk është thjesht mali, për ata banorët është jetesa, është ekonomia, është përditshmëria e tyre. Mrekulli, qartë. Dhe në këtë pikë, kur ti shkon dhe këtë territorin e përbashkët ku të gjithë këta kanë akses për të jetuar, ti shkon dhe ja merr pikën më të mirë të atij territorit, burimin e ujit, lëndinën, e me radhë. Dhe ja jep një njeriu që ai të ndërtojë aty një resort, të ndërtojë aty një kompleks turistik me radhë, dhe ti heqësh aksesin komunitetit, ta vendosësh në përplasje me të, kjo nuk i shërben në vetvete zhvillimit, kjo i shërben konfliktit, sepse ti po zhvillon pak njerëz në kurrizë të gjithë komuniteteve, dhe ne e dim që fshatrat tona janë boshatisur, imagjino ti bësh dhe këtë gjë, ti heqësh dhe këto resurse sa shumë do boshatisen. Kështu që në këtë kuptim, kjo do prodhoj konflikt të madh. Pra pakete maleve është pak a shumë si këto investimet strategjike. Është më e keqe pra. Lan fushat po marrin malet. Shiko, është edhe më e keqe. Të ta marr një shembull se ti je nga Borshi. Po, nga Borshi jam. Tani, unë ato malet aty lart në fëmirin time i kam shkelur me poëm të gjitha. Po. Ashtu. Tani, imagjino sikur një person të vijë aty lart dhe mos jetë asfare nga zona dhe ti marr ato pikat kryesore të burimeve dhe ato lëndinat e bukura atje sipër dhe banorët poshtë që çojnë bagtit, banorët poshtë që shkojnë dhe mbledhin rigonin, që mbledhin sherebelin, që mbledhin murrizin atje lart, se mbaj mund unë në fëmirin time më merrin dajot më çonin dhe mua atje lart, të mos vënë më, të mos shkojnë më. Po kjo është ti heqësh aty poshtë aksesin për të jetuar, ti heqësh mundësinë që të kenë një ekonomi të shëndetshme. Do thuash ti Borshi ka edhe detin, po ti jetë një zonë tjetër që ka vetëm malin, dëmtohet shumë. Kjo është çështja. E kuptoj, po mbase pretendimit do mund të ishte që investime të tilla, projekte të tilla sjellin zhvillim në tërësitë e zonave, mund të punsoj nga vendasit e tjera. Për të bërë avokatin, po. E palës tjetër ose pak a shumë të kuptova logjikën. E argumentit tjetër. Kush është hapi konkret politik i radhës? Ne në datën 26 të këtij muaji do të thrasim Këshillin Kombëtar. Po e strukturojmë lëvizjen dhe hapi i radhës është strukturimi në nivel të Këshillit Kombëtar të Lëvizjes, që është organi më i rëndësishëm i kësaj lëvizje politike referuar statutit, dhe aty do të marrim vendimet për ecurinë në terren. Ne do të nisim një tur takimesh bashkëbisedimesh në të gjithë vendin dhe do të angazhohemi në debatet publike sa i takon çështjeve kryesore në vend. Kush është qëndrimi juaj në këtë moment, se ndoshta mund të jetë pak larg për zgjedhjet lokale në Tiranë? Po, zgjedhjet lokale në Tiranë janë rreth një vit më vonë. Po, një vit. Ne duhet kemi pak a shumë partitë kanë filluar lëvizje, domethënë. Po, do kandidojë ndonjëherë për kryetar bashkie?
kjo është një çështje që takon strukturave, por nuk e kam qëllim në vetvete. A nuk e shef si një mundësi tani? Jo, unë politikën e shoh si një rrugëtim për të imponuar disa ndryshime në nivel sistemik, jo si një mundësi që dikush personale të ketë ego personale. Ajo që unë shoh tani është kjo. Këto që vinë në parim janë zgjedhje lokale, vendore. Po në vetvete definojnë një problem të madh politik që ka Shqipëria. Nuk i ikim dot kësaj. Dhe ne kemi një moment në të cilin partia e dytë në vend, që është Partia Demokratike, ndërkohë ne partia e tretë në vend, Lëvizja Shqipëria bëhet e me radhë siç vinë, duhet të gjithë subjektet opozitare të reflektojnë se ai takon nevojës për një ligj zgjedhor që të adresojë këto probleme. Partia Demokratike në 27 korrik të 2024-s i ka miratuar Partisë Socialiste, i ka dhënë votat për një kod i cili ka prodhuar këtë gjendje që jemi sot. Këtu ka nevojë për një reflektim. Partia Demokratike duhet të bëj një hapas nga ai kod dhe duhet të adresojë çështjen e padrejta të sistemit elektoral, sepse kur ne flasim për sistemin elektoral, nuk e kemi thjesht për sistemin që prodhon 5 mandate për njërin, 7 për tjetrin apo 61, 71 për diku tjetër. Jo, se mundohet që të shitet kështu. Jo, si pasojë e sistemit elektoral, prodhohet në një efekt domino çdo gjë në shoqëri. Pra si kompozohet politika, prodhohen efektet në ekonomi, në taksim, në media, në çdo gjë. Pra, nëse ti ke një parlament që është one man show si ky sot, se unë bind për këtë. Çdo projekt ligj që çon Rama në parlament kalon, miratohet, se ka votat. Më thoni një nen të një projekt ligji që ka çuar qeveria që është arritur të ndryshohet nga opozita, pavarësisht nëse ka 50 deputet apo 1. 0. Më thoni një projekt ligj të opozitës, pavarësisht si e ka emrin partia politike që e çon, që kalon dhe miratohet. 0. Atëherë, kur ti ke një sistem që ka prodhuar një qasje që parlamenti është thjesht noteri e kryeministrit dhe nuk është një republikë parlamentare siç duhet që, çfarë kuptimi ka pastaj? Pse i paguajmë kot, ta mbyllim, mbajmë vetëm qeverinë dhe ecim përpara. Pra ideja është që në një republikë parlamentare, parlamenti është aty që të diskutojë të ndrojë ndonjë nenore, ta përmirësojë. Se nuk bëni ndonjë koalicion me se ju 80.000 votues janë një forcë e madhe për sa i përket elektoratit. Shiko, pse s'keni menduar një bashkim të gjithë opozitës? E dini ju që nuk e lejon kodi aktual koalicionin klasik. Pse? Po se lejon më, nuk është shfuqizuar, nuk lejohet. Dhe ndaj bëm ne ata akrobacin që bëm në zgjedhjet e kaluara. Nuk e lejon, e kanë heq koalicionin. Dhe ç'a bën ai të vret që në fillim të garës me këtë. Pra, ajo që dua të them është, nëse ne nuk e vëm gishtin në plag, po mund të bëjmë diskutim tërë ditën, mo shkoi Adriatiku dhe mori 7 deputet, mori 5. Nëse Edi Rama ka 83, ka pak rëndësi sa ke ti. Nëse ai ka 84, ka shumë pak rëndësi, se kjo lufta që bëjnë të gjithë këta, se ua them unë, të gjithë subjektet në opozit. Po kjo luftë është luftë idiote në vetvete. Pse është luftë idiote? Po ti mund të marrësh dhe 10 mo. Nëse ai ka 84, ato 10 vlejnë 0. 0 vlejnë 0. Pra ato marrin vlerë kur demokracia është një farë balance. Kur ai mund të ketë 71, 72, 73, 74 që ka një tendencë që rrezikon. Shumicën e thjeshtë. Atë shumicën që mund i bjerë. Po kur ai ka, jo më të marrin 100 deputet ai edhe morën 20 ditë. Pra të vëmë ne pas 4 vitesh të marra më 100 deputet edhe ne të marrim 20 dhe të gëzohemi. Po për çfarë të gëzohemi ne që morin 100 ai? Mbase vetëm një arsye për të gëzuar do ishte fakti që po rrisnin ndikimin tuaj dhe po fuqizoheni si partitë mbase mund të flisnin në terma të tjerë etj. Nëse këtu është tregues për zhvillimin tuaj, po në sensin e vendimarrjes asgjë. Rudi, nëse e shohim politikën si një rrugëtim egosh edhe cakarrigesh të ca njerëzve, po atëherë ta lëm. Jo, ajo që duhet të bëjmë është ta vëmë gishtin në plag dhe të gjithë të kuptojmë. Po kush e merr vendimin për atë? Po ata që na dëgjon, po dhe drejtues të këtyre partive të tjera. Pra, unë dua të ndërgjegjësoj qytetarët, thelbi është sistemi elektoral, sepse kur e themi në parim mund të duket e pakuptueshme për atë fermerin që i mungon subvencioni për kilogram prodhimi apo paguan çmimin e naftës së shtrenjtë. Po ai duhet kuptoj që ai i ka këto probleme për shkak të një sistemi elektoral që prodhon këtë lloj disbalance që prodhon një qeverisje që atë nuk e pyet fare. Kaq e thjesht është.
Dona, Ore, një nga po të t'ja bëjmë. Jo keq me energjinë si për mëngjes, ë? Jo, mirë ti. Po ku ke problem energjie ti? Ti vetëm problem energjie s'ke. Dona sqarosh pak të lutem si ishte situata me Viktor Zhusin se nuk mund t'i dalim këtyre pyetjeve gazetareske, duhet ta bënim. Jo, tërhoqi shumë vëmendje që vërteta u diskutua, e ndau rrjetin në dysh, siç është ajo shpreha që shiko, ai mbetet për mua prap një artist shumë i dashur. Unë i kam shkuar edhe në shfaqjen e fundit. Gjyqi Nurembergut, sepse unë si artist e vlerësoj shumë. Okej. Por ai ka qenë një moment që nuk ka qenë ashtu siç e tha, se ka dëshmimtar aty, kanë qenë të paktën 20 persona. Ne kemi qenë vendosur përballë kryeministrisë. Okej. Dhe unë nuk i shkoja njeriut me detyrim. Kush vinte aty, vinte, Zoti Zhusti u paraqit. Unë kam qenë në një live atë moment në Facebook, më thanë ka ardhur filani, e mbylua shpejt, u çova e takova. Dhe në një moment të diskutimit i kam kërkuar unë një foto për të vërtetës, se në fëmirin time ka qenë një idhull në kuptimin kinematografik. Dhe i kam thënë, mund ta bëjmë një takem për dëshirën time, nuk e postoj. Dhe më është përgjigjur, nëse nuk e poston, mos e bëj fare. Pse ke siklet ti? Dhe ai ndosha bëri batutën, nuk e di, po kjo ka qenë në sy të shumë njerëzve. E mora, e postova me një përshkrim jo partijake, postova me një përshkrim frymëzues, na soi energji të mirë thash, se kështu e perceptova. Kaloi një ditë, kaluan 2 ditë, kaluan 3 ditë, nuk është se më erdhi ndonjë mesazh, ndonjë telefonat mua të më thoshte Adriatik, shiko, hiqe ose pse e postove. Kur shoh një shkrim i cili mendoj që nuk qenë në lartësinë e figurës së atij aktori të madh për mendimin tim. Kaq ka qenë, nuk ka ndonjë. Okej. Por as një mëri, as një gjë nuk është. Unë të thash, i shkova para 2 javësh, unë shkuar te shfaqja gjyqi Nurembergut, nuk ka. Kjo është. Atë nuk e takove tek shfaqja apo jo? Ti e shishe? Jo, te shfaqja jo. Jo, aty thjesht pa shfaqjen që një shfaqje shumë e bukur edhe. Po shkon mirë teatri. Teatri të paktën shkon mirë. Unë mendoj që ato e kisha fjalë për parlament. Okej, se ato sallat atje nuk janë përshtatshme tamam për teatr. Më mirë, dakor, shiko, çdo gjë ka nevojë për përmirësim, ne ishte i vogël jemi me avash. Jo, ato janë moderne për të qenë, po nuk janë as janë përshtatura siç duhet. Nuk e qartë, kam dëgjuar atë. Kam dëgjuar atë. Okej. Atëherë, shiko, përgjithsisht me politikanët duhet bësh një pyetje të tillë. A ka diçka që do ta thuash dhe unë nuk të kam pyet? Se të dëgjova the shtet i vogël jemi, nuk jemi shtet i vogël ne. Shiko tikun. Njëherë. 1000 metra tokë në Borsh nuk vlen njësoj si 1000 metra tokë diku në mes të Shqipërisë apo në malet e Shqipërisë. Ka shumë vlerë atje në anë të detit. Ne jemi mbi 28000 kilometra tokë në anë të Mesdheut, pra në po ajo është e padiskutueshme, po. E para, e dyta, ne kemi rreth 10500 kilometra det territorial. Që do të thotë është pronë e Republikës Shqipërisë. Në këtë kuptim, ne jemi këtu një diamant në mes të botës, mund në mes të Mesdheut. Dhe kjo pronë është e jashtëzakonshme. Dhe që të kuptojnë qytetarët që nuk jemi vend i vogël dhe vende shumë të vogla se ne kanë prodhuar ekonomi dhe fuqi botërore, unë të kujtoj që Belgjika nuk ka ndonjë territor shumë më të madh se ne. Është aty. Jo, Belgjika ka territor të madh. Jo, nuk ka ndonjë territor. Ka se ka gjysmën e Afrikës. Okej, kjo është tjetër gjë. Po ajo është gjë shumë e rëndësishme sa aty u legu. Ajo që po them është shtetet si Izraeli janë më të vogla se ne. Shtetet si Singapori janë sa qarku i Durrësit. Pra, nuk është çështja e një masje territor, është çështja si e menaxhon. Qartë. Jam dakord me të. Jam 100% dakord. Ne ja bëjmë këtë pyetje çdo politikan. A beson ose mendon që çdo popull meriton qeverinë që ka? Jo, nuk e besoj këtë shprehje. Unë mendoj që ata që drejtojnë një popull, elitët, kanë përgjegjësinë për të prodhuar mirëqenie për shoqëritë e tyre. Është e padrejtë që ata që presupozohet të jenë bijtë dhe bijat më të mirë, më të shkohuar, më të përgatitur, të mund të keq përdorin pamundësinë e fermerit, e blegtorit apo e një qytetarit zakonshëm në Republikë i cili u ka dhënë besimin, por është gënjyer. Nuk e besoj atë shprehje. Përse nuk e kemi ne moralin dhe e kanë ca të tjerë?
Se çështje morali Si është shoqëri? po çështje Shiko, elita është reflektim, Po, themi cilësia më e mirë e masës supozohet, Kjo është logjika e kësaj filozofie, kësaj si një shprehje. populli. Përse nuk e kemi atë elitë me një moral dhe një vizion dhe një dëshirë për të bërë mirë për atë popull? Unë nuk di ta them dhe nuk e marr përsipër ta flas të bëj moralin e shoqërisë, po ajo që di të them unë është Të elitës e kisha, unë nuk e kisha përshkruar. të elitës. Po ajo që di të them me bindje është që populli jon nuk e meriton këto gjendje dhe populli jon nuk është një popull që nuk e do shtetin si koncept, sepse shqiptarë janë ata që shkojnë në shtete të tjera dhe në kuadër të 2-3 viteve kapin ritmin, standardizohen, ecin përpara, zbatojnë rregullat, zbatojnë ligjet. Po pyetja si ishte a e do, ishte pyetja më shumë a e bën dot. Nuk di ta them këtë pjesë, ajo di të them është që borshin morale kemi humbur si shoqëri dhe po vrapohet në çdo an pas paras, po harrojnë një gjë që kur gjithë vrapojnë pas paras, bëhen edhe më të varfër. E bukur jo. Shumë faleminderit Adriatik. Nëse ka diçka që dohet ta shtoje, je i lirë nëse kemi prekur diçka, një temë që dohet të flisje, ajo që dua të shtoj është suksese në rrugëtimin tuaj. Faleminderit shumë zonja Zotrinj Adriatik Lapa, një kënaqësi gjithmonë të bisedosh me të.